Këtë fundjavë është zhvilluar kampionati kombëtar i ping-pongut për moshat U15, U19. Sportistë të rinj kanë garuar teksa ishin të ndarë për djem dhe vajza. Pjesëmarrësit kanë qenë të shumtë në këto 2 ditë, ku kanë spikatur dhe kanë zënë edhe vendin e parë në këtë sport të veçantë, por dhe të vështirë. Më pëlqen shumë, marrëgëton, më bën të ushtrohem më fort kur humb, ndonjëherë edhe fitoj. Dje për shembull fitova U15, ndolej parë në Shqipëri. Si ndihesh, çfarë emocioni të jep? Ndjeva shumë i lumtur, nuk e besoja dot as vet, por u lumturova shumë. Do të vazhdosh ta praktikosh? Do të vazhdoj. Çfarë do të japësh si tip një mesazh të rinjve apo moshatarëve të tu për ta vazhduar? Mendoj se çdo kush do ta provojë, do të ketë një shans që ta provojë këtë sport dhe ta vazhdojë nëse e shef që është i mirë në këtë. Sekretari i përgjithshëm i Federatës, Tonin Binoshi, u shpreh se në ditën e dytë të kampionatit garojnë rreth 45 të rinj, ku përveç garës së mrekullueshme që po zhvillohet, ka dhe një masivizim ndaj sportit të ping-pongut. Sot është dita e dytë e ping-pongut, janë moshat U19 vjeçare. Sot është rritur edhe pjesëmarrja, duke pas parasysh edhe moshën se e kanë të drejtën të losen dhe ato që janë tek mosha 15 vjeçare. Sot janë rreth 45 sportista që do të konkurrojnë për individuale për kampionët e Shqipërisë. Gjithashtu edhe këto kampionë Shqipërisë që janë do të përfaqësojnë ekipin kombëtar të Shqipërisë në Greqi në kampionatin ballkanik 2025. Sot presim lojëra të bukura. Të rinj që kanë nisur të merren me ping-pong po synojnë të rikthejnë lavdin këtij sporti, i cili është traditë.